Të hënën Kuvendi i Shqipërisë rinis punën pas pushimeve të fundvitit. Fillimisht në orën 11 do të mbledhet konferenca e kryetarëve, e cila do të diskutojë se cilat ligje parlamenti do të miratojë në 3 javët e ardhshme. Ndërkohë që pasdite në orën 17 do të mbledhet seanca plenare. Në këtë seancë të parë për këtë vit nuk janë përfshirë ligje për të miratuar, por është parashikuar që nisja e sesionit shoqërohet me fjalën e kryetarit të parlamentit Niko Peleshi dhe kryetarëve të grupeve parlamentare. Megjithatë, edhe pse kjo seancë ka karakter kryesisht ceremonial, mbledhja e parlamentit pritet të mbartë konfliktet politike që pati mbledhja e Kuvendit në fundin e vitit të shkuar. Partia Demokratike ka vendosur se nuk do të ketë normalitet në parlament derisa të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Opozita kërkon miratimin sa më parë të kërkesës së SPAK-ut për zëvendës kryeministren Balluku, por kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka vendosur që mbledhja e Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve të zhvillohet në datën 28 janar. Ndaj javët e ardhshme, më shumë se sa për ligjet, pritet që parlamenti të përfshihet në debate për SPAK-un dhe kërkesën e tij për arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Në 16 dhjetor, prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit i kërkoi Kuvendit autorizim për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ende është e paqartë se si do të sillet mazhoranca socialiste ndaj kësaj kërkese, por vetë kryeministri Edi Rama ka sqaruar se vendimi do të merret pasi gjykata kushtetuese të shprehet për masën e parë të sigurisë ndaj Belinda Ballukut, pezullim nga detyra.